Themi që këto bisedat me parti tjera kanë avancuar, por përgjithësi nuk janë fazën finale. Jo, nuk janë as pak në fazën finale, kanë qenë më shumë takime për të mirëmbajtur raportet dhe komunikimin. Ne jemi shumë të kujdesshëm ideal, nuk duam të krijojmë as përshtypjen që po përpiqemi me çdo kusht të glabërojmë pushtet. Ne do të jemi të matur në hapat që i ndërmarrim dhe nuk do të bëjmë asnjë përpjekje jo kushtetuese. Së fundi lëvizjave të vendosje filloi ta artikulonte edhe çështjen e zgjedhjeve, tash nuk e di është pjesë e presionit për dikë apo jo, po në fakt partia juaj ishte një kundërshtar i denj, pra, i bëri kashillëk, siç themi, duke propozuar edhe datë. Tani është më mirë ndoshta të kemi një qeveri afat shkurtër, siç është përmendur e pakicës, pra me numra minimal, apo të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme sërish? Dëgjoj, përvoja ime politike, por edhe historiku disa vjeçar i Kosovës si demokraci e re, ka dëshmuar që stabiliteti, produktiviteti, puna e një qeverie, sukseset nuk ndërlidhen ekskluzivisht me numra. Unë kam qenë pjesë e qeverive ku i kemi pas 80 deputet, sikurse që kam qenë pjesë e qeverive që ndoshta ndonjëherë nuk i kemi pas as 60. Mirë po, shkalla e angazhimit dhe produktivitetit asnjëherë nuk varet nga shumësia e numrave që e përbëjnë koalicionin, por nga guximi politik për të ndërmarrë veprime, për të ndërmarrë vendime dhe për të ecur përpara. A është një derë e mbyllur plotësisht për çështjen e bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje? Në kuptim të qeverisjes së bashku. Po të një marrëveshje të një koalicioni të mundshëm, pavarësisht se nuk ka pasur më atë sa dim ndonjë ftesë në adresë juaj. Jo, as nuk kemi pas ftesë, as nuk kemi dërguar ftesë. Dhe kjo ju pse kemi ndonjë, si themi, refuzim inatçor me lëvizjen vetëvendosje, dhe ky refuzim i ynë nuk ndërlidhet vetëm me gjuhën që ata e kanë përdorur karshin nesh, po për shkak se vërtet jemi të ndryshëm. Jemi shumë të ndryshëm në mënyrën se si e konceptojmë qeverisjen, në mënyrën se si i ndërtojmë aleancat, po në fundit edhe në mënyrën se si e përjetojmë Kosovën dhe institucionet e Republikës Kosovës. Për ne Kosova nuk është një projekt i përkohshëm dhe nuk na e ka dhënë dikush me qira. Këto institucione, këtë republik e kemi ndërtuar bashkë me shumë mund, me shumë ndjers, me shumë sakrificë, dhe Kosovën e duam dhe respektojmë pavarësisht a jemi në pushtet apo a jemi në opozit. Ta duam të gjithë në fakt, po tani a duhet një marrëveshje politike siç po proklamohet në mënyrë që të dilet nga kjo situatë? Nëse për shembull ju keni një qendrim kategorik jo, lidhja demokratike gjithashtu. Jo, dëgjoj, është e domosdoshme që të ketë marrëveshje politike, edhe në rast se duam të shkojmë në zgjedhje. Ndërkohë që shumica e nevojshme për të zhbllokuar kuvendin është lehtësisht e arritshme në rast se ekziston vullneti politik nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Në Qitaku, ju falenderoj shumë për mundësinë për këtë intervistë. Faleminderit shumë ideal.